Mirëmbrëma të dashur miq, ja ku jemi sonte me një video pak më amatore se video të tjera, do të thënë nuk jam në studio, por kjo nuk do thotë që unë nuk do sjell video pranë jush. Dua pak të komentoj festën e madhe që po bëhet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Dolce feston ditëlindjen e saj. Një festë e cila është shpritur me shumë entuziazëm, normalisht më shumë se kur brenda se shtëpie ka nevojë për festa, dhe festa do të organizohet sonte në oborin e shtëpisë së Big Brotherit. Por të gjithë banorët janë entuziastë, do me thënë kishim dyshime në qoftë se do të ishin të gjithë banorët apo do të bënte klasifikime, kështu që Dolce bëri klasifikimin. La binot Rexhën, la binot Haxhiun, Shkurtën dhe disa nga banorët e tjerë nuk i ftoi në ditëlindjen e saj, sepse nga vlla Ujmas ishte dhënë urdhër që Dolce duhej të ftonte vetëm 10 banor. Tani, e para një herë që si dyshim apo si pikpyetje që linde në këtë mes është kjo që është bërë me patjetër, është bërë me kastile, sepse Dolce është dashur që të krijojë një lloj dinamike dhe unë e di që ditëlindja e Dolces do krijojë situata jashtëzakonisht brenda shtëpisë. Domethënë, kjo ditëlindje do të shndrohet në luftën më të madhe brenda asaj shtëpie. Si mendoni që sonte do të ndodhen situata? Për shembull, mendoni që Londrimi do ta përdorën këtë ditëlindjen dhe do të çon fjalë këtej dhe andej siç e ka zakon, sepse Shkurta po e përjeton shumë keq. Unë e shoh Dolce në fakt shumë stratege dhe mendoj që me kastile e ka bërë këtë gjë vetëm e vetëm që të krijon dinamik brenda shtëpisë. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju lërni mendimin tuaj në koment.